Mas Gasprit e ka marrë muj Krasniqin. Muja ka qenë makinë me mu, kemi bo muhabet, edhe gjithë ditën thuaj se kemi najt në atë odën se ku qëndronin në atë shtëpinë. Edhe në bisede si për mund s'ke mu pak të ke ju prizrenit ka u banë dhe ke luftari ju pak se ju zoragjit në atë kuptimin. Edhe i pa të thonë të që ky zoragjia ka marrë më të marrë rapet. Mirë për fat keq ja ka mbajt kufomën mësi është vro me 14 vjetor, i kemi nisë për Polaca ditë. Dijet qësh kanë radin, po kthejmë tash të vrasje këtë. Që ata që kanë kuptuar në fillim edhe që kanë qenë mundu dhe që kanë zerë emrat jemi njësia jonë që kemi komunikim me Xheladin Gashin me shtabin e përgjithshëm. Për në moment na i vi që kemi lajmëru shtabin e përgjithshëm që kanë ndodhur dhe kemi lajmëruar edhe plakun Xheladin Gashin atje, se zakonisht me Xheladin Gashin kishim me telefon satelitor. Se na kemi pas të pozicionuar ideal një ushtar tonin, në 24 orë ka qenë në telefon. Në momentin kur ka ndodhur ta na vi që kemi informuar shtabin e përgjithshëm edhe Shqipërinë nga ana e Shqipërisë, edhe të gjithë emrat të cilët janë nisë nga Shqipëria. Në bashkëbisedim non-stop me ta kush është nisë, kush asi, në të parti kemi kuptuar thuaj se kush është vrarë, kush asi. Edhe kufomat, tash është një ndihmë shumë të madhe ka dhënë fshati Krushë e Madhe. Nga se forcat serbe këta të vranë, rreth 36 vjet sa kanë qenë morg, për 41 vetëve, se 41 janë vrarë. 36 kanë qenë morg Prizrenit. Nga 36 mërës Prizrenit sa kanë qenë, është dashur të më konë këtë familjar për mi tërhek kufomet, ose me shkru dikush që jasi. 34 i kemi tërhek, se këta janë diku me 17 ose 20 dhjetor janë tërhek nga morgu, me 21 dhjetor më zgabosha janë varrosën Polac. 34 nga këta janë tërhek nga Krushës Madhe, nga dhe fshatër e barat, dhe duke me gjetë për se cilin nga një person kishë se ka të vetin, ose me mbjemër se ndë. E 2 vetë nuk kemi mujtë me tërhek, nuk kemë tërhek nga 36. Edhe atë ditë kemi pas, unë jam konë në të këshillin e vorrimit, Pishtabit përgjithshëm ka qenë Sokol Bashota, Sebadin Cena nga Brigada 124, komandant e atë Basha nga 125, kanë qenë Kadri Delova nga Krushja e Madhe, ka qenë i këshill i vorrimit që është marrë zakonisht me këta. Një ndihmë të madhe ka dhënë edhe Qazim Thaçi, gazetari i cili shkonte në morg aty dhe i shifshim kun me marrë emrat e kësaj. Po të gjithë këta janë zënë nga banorët e Krushës së Madhe. Edhe kemi marrë lejen në bashkëpunim me OSB-n edhe këta të shtabit përgjithshëm që më na siguroi rrugën për me kalu me ushtarët, me të vranë. Kur kemi mrejnë në Pagarush, në Dragobel me dalë mu personalisht më konfirmu që duhet më këthy me i marrë edhe ata 2 tjerë që na kanë mbetë në Prizren, në morg. Jam këthy unë së bashku me Selim Mrinë, në atë konflajt me të plagosërit në Pagarush, me Neçbedin Berishën, e Bistim Muqën e disa tjerë. Nuk ka qenë letë me neve aty, me të qëndru me ta se kanë qenë, edhe kushtet kanë qenë, dim qysh kanë qenë. Atë natë kemi bo bashkë me ta dhe më në gjesë gati thuj se me të plagosërit, të cilët ishin plagosë me 14 vjetor, imi këthy, i kemi marrë, në Krushë të Madhe, ne ka pru dikush tjetër, i kemi marrë ata 2. Mirë, por ka qenë, kur kemi jarë na, unë jam mundu me zonë, se vorrimi ka qenë Polas në ora 3. Me mu ka qenë Sebadin Cena, i ndjeri, edhe Kadri Delova, të 2 janë ndjeri profesori Kadri Delova dhe Sebadin Cena, profa. Edhe Selim Mrina, nga njësjeu, na 2 të këthy. Unë e vëzit që kamionin, një kërë, u kënda në parcial para, mirë po, na u prish mbi hoqë të vogël aty edhe u shkëthy. Kemi mrinë Dragobel pa parcial e pa gërgjohë. Na orëm t'i kishëm në tonët, po nërkohë kemi nalë me OSB-n, kemi diskutu me ta, a mundën më na parcial, se nuk e di shumë rrugën mirë për me shku në Polac. Unë mundosha me zonë vorrimin me që dhe këta 2. Na thanë, jo, veç një ditë e keni pas ju, ma si gjindë një vetë. Ndërkohë disa ushtarë të që kësë aty që mi taku, na thanë me hinë për fshatin Vërmic, me kalu në Lazic. Kemi hinë që ashtu me kamionën të vëzit, momentin kur na ka kalu dikush me një makinë, e di tash kuptu kush ka qenë në atë makinën. Enver Cikaçi ka qenë duke kalu, na ka kalu neve, pak pa u afru nafës, këshimi pas rreth 50 metra, kanë fillu forca serbe me gjujt në drejtim të makinave. Aty kemi pana që i kanë rrugë plumë disa makina, ndërta kanë qenë do makinat Landovicës që ishin do shok tonë, edhe ish ushtarë që kanë me civil kanë dashur me shku në vorrim atje. Aty është plagos Urim Rizane nga Zhuri,
nga se shkonin në vërrim të Mevlan Hoxhës, me familjen e Mevlanit ka qenë. Ajo është plagos rënd aty dhe forca serbe na kemi pa kur e kanë marrë ato nga makina. Na jemi i kthy në çat moment. E dikun ka ora deri në ora 2 të natës sa ne kom qenë në Vosel, në fshat 3 tash e Vosel, 2 nga këta të vranit. Se s'kemi mujt me deportu mua ne. Mirë po ka qenë shumë e rëndë nga se këta, shumicën nga këta i kom njoft. Mos tham, po e disha kush janë, se mu jam me gjithë vllahun e tij e tjerë